përveç këto kanë qenë ditën e votimit. Por kjo nuk ka ndodhur vetëm ditën e votimit manipulimin në lidhje me votën. Ka ndodhur edhe javë para votimeve dhe kanë qenë një armatë e tërë njerëzish të cilët Partia Socialiste përveç patronazhistëve, por edhe njerëz me profesione të caktuara, të cilët hynë në banesat e qytetarëve, infermier, mjek, faturist, njerëz elektricist, njerëz veteriner, të natyrave të ndryshme dhe padyshim që ne i kemi evidentuar dhe padyshim që do i paraqesim të gjitha këto në materiale të cilët do të grumbullohen dhe rezultati nuk mund të jetë në këtë mënyrë dhe në këtë formë. Ju pretendoni që është orientuar vota e qytetarëve përmes shoqërimit të tyre nga persona të caktuar në qendrën e votimit? Padyshim dhe njerëzit të cilët kanë qenë në disa qendra votimi janë njerëz të cilët janë me rekorde kriminale dhe ne po i verifikojmë emër për emër, po marrim listat e tyre, njëkohësisht edhe pamjet filmike që kemi dhe po bëjmë analizimin e tyre në mënyrë që të flasim me dokumentacione dhe në mënyrë të detajuar. Po thatë pak më herët që kanë kërkuar edhe ndërhyrjen e forcave të policisë, në cilin rast? Është kërkuar nga ana e strukturave të Partisë Demokratike në disa zona të zadrimës dhe padyshim policia për mendimin tim nuk ka qenë koherente në veprimet e tyre dhe gjithmonë nuk është përgjigjur, e keni kërkuar dhe nuk ka ardhur në kohë. Jo, po, nuk ka ardhur në kohë, se kur ka shkuar, gjithmonë ka qenë pjesë të tërhequr në mënyrë që mos të veprote pavarësisht se njerëzit kanë qenë në qendrat e votimit. Po, e diçka, partinë, do me thonë, forcat e policisë për çfarë i keni kërkuar? Pikërisht për këta njerëz që kanë qenë aty, këta njerëz që ushtronin presion, njerëz me rekorde kriminale, pra keni kërkuar ndërhyrjen e policisë që të largonin këta njerëz. Po, njerëz të cilët ushtronin presion ndaj komisionerëve të Partisë Demokratike. Dhe për mënyrën se si shoqëronin për shkak të shoqërimit të tyre në qendrat e votimit. Brenda qendrës së votimit. E kuptoj. Dakord, tashmë do edhe diçka të pyesja dhe diçka lidhur me misionin tuaj të radhës, zoti Gjoni. Nga drejtësia tashmë në politik, si deputet i parlamentit të ardhshëm. Si e shihni veten tuaj në atë godin, si deputet, si përfaqësues në qarkun e Lezhës? Padyshim që është një moment fillestar dhe për mua është diçka e panjohur, por nga ana tjetër unë kam qenë njëri publik dhe marrëdhëniet me publikun kanë qenë parsorë. Padyshim që çështja e legjislacionit është një çështje e cila nuk më krijon asnjë ngarkesë negative dhe jam i updateuar dhe të themi i mirë informuar në lidhje me gjithë mënyrën e funksionimit. Nuk është e lehtë, padyshim, me një parlament i cili është uzurpuar dhe sipas edhe deklarimeve të cilët mediat dhe drejtuesit e Partisë Demokratike kanë thënë, janë 28 deputet të cilët sillen nga bandat e ndryshme kriminale. Padyshim që është një parlament i cili nuk është e lehtë që të operosh edhe për shkak, por ne jemi besim plot se grupi parlamentar është një grup i cili do jetë solid dhe padyshim edhe lufta do jetë shumë e fortë në parlament dhe do ngrihen të gjitha shqetësimet dhe problemet të cilat. Por problemi mbi problemet dhe duhet prevalojë mbi çdo problem tjetër është vota e lirë dhe ndershme në Shqipëri. Votime të lira dhe ndershme që në 34 vjet dhe sidomos këto 12 vjet e fundit është një gangrenë e cila po shqetëson dita ditës shqiptarët dhe padyshim një nga shkaqet kryesore për cilën sot kemi një emigracion kaq të madh dhe largim të popullsisë është problemi i votës së lirë. Qartë. Edhe një pyetje fundi zoti Gjoni, përveç farsës elektorale që ne e trajtuam këtu, pretendimi i Partisë Demokratike për këto zgjedhje, për çfarë ka nevojë sot Partia Demokratike? Padyshim që faza e parë është evidentimi i gjithë materialeve dhe provave të cilët kanë të bëjnë në lidhje me këtë fazë të parë, e cila do të vënë në dispozicion të gjithë kancelarive botërore. Pastaj do të ketë nevojë për një reflektim të thellë të Partisë Demokratike në lidhje me gjithë strukturat, mënyrën e funksionimit dhe mënyrën e organizimit të kësaj partie. Padyshim që partia ka defektet e veta, por pjesa kryesore e gjithë kësaj
i qëndron kësaj maskarade zgjedhore. E qartë. Ju falenderoj shumë për kohën, për bisedën që zhvilluam në A2 CNN. Kënaqësia ishte imja, faleminderit.